Një maj që shënohet si dita ndërkombëtare e punëtorëve i gjen punëtorët në një situatë të zezë social-ekonomike në qarkun Shkodër, krye BSPSH Shkodër Albert Tuka thotë se qarku i Shkodrës është ndër qarqet më të varfra ku papunësia lulezon dhe shumë qytetarë janë larguar. Një maj sot na gjen ne me një kornizë jashtëzakonisht të zezë social-ekonomike në emër të papunësisë, të mos vendosjes të pagave të plota për punojësit. Ju ndoshta keni drejt të thoni pse s'është bërë protestë. Protesta është marrë urdhën për shkak të 10 ditë afrojnë zgjedhjet dhe se mos protestohet për shkak se element caktuar mjop politik mund të thonë që sindikatën e ka fut kush për të bërë protestë ose për të bërë këtë atë. Ne do të protestojmë që na lindin protestat dhe për atë punë na zgjidh për të mbrojtur drejtat e punonjësve tanë. Një maj është shumë i zymt, sidomos për qarkun e Shkodrës, sa është një ndër qarqet më të varfra, ku papunësia në Shkodër lulëzon, ku forca për punë nuk ka ma kanë ikë, shumë pak kanë mbetë, vetëm do të luzoj sezoni veror si që janë plazhet e turizmi. Biznesi i vogël po mbyll totalisht, shton Tuka, teksa ngre alarmin për punonjësit e biznesit industrial në Zrale, të cilët nuk dihet se ku do shkojnë pas prishjes së tregut. Biznesi i vogël pa mbyllur totalisht. Ja, po jo na bilejmë. Biznesi industrial në Zrale përben një shumë për 339 biznesesh. Ajo dhe pak kohë do të mbyllur totalisht dhe nuk dihet se ku do të shkojnë. Që të gjithë janë taksa pagues të rregullt dhe paguajnë. Sigurimi shoqëror e gjitha taksat që pranon ligji. Në bashkëpunim me kryetarin e sindikatës të biznesit vogël, ne do të bëjmë një takim shumë shpejt tash dhe do të vendosim pikat me i se si do të procedohet për legalizimin e këtyre biznese për rehabilitimin një vend tjetër, një ambient tjetër. Sipas Tukës, qeveria është si shumë keq me bizneset.